Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë promovim libri që i kushtohet Arbëreshëve të Italisë. Arbëreshët midis realitetit dhe mitit titullohet ky libër nga autori Fatmir Toçi, Botime të Ojna 2021. Është një libër i ri që është botuar këtë vit dhe që i kemi realizuar deri tani disa takime me lexuesit në auditore të ndryshme, duke përfshirë këtu Tiranën sigurisht, panajin e librit Fieri gjithashtu. Intensiteti i aktiviteteve këtu në Fier është i madh, kështu që unë do të mundohem të jem e shpejt në prezantimin e këtij libri të ri. Është një libër monografik për të cilin do të flasë si vetë autori ashtu edhe profesor Ali Aliu, akademiku Ali Aliu. Përpara se të kaloj fjalën atyre, unë do të doja të sjellja në vëmendjen tuaj vetëm disa vlerësime që kanë ardhur nga studiues të fushës, nga profesor Matteo Mandala i Universitetit të Palermo, si katedrës shqipe aty. Për këtë libër ai është shprehur: pjesën më të gjerë të veprimtarisë kërkimore ja kam përkushtuar komunitetit arbëresh dhe asnjëherë më parë nuk jam hasur me një vëllim që ka mundur të përmbledh kaq mjeshtërisht tematikat dhe tiparet kryesore që karakterizojnë universin e identitetit të këtij minoriteti gjuhësor në Itali. Me një këndvështrim enciklopedik që të i kalon bollshëm synimet e mëparshme fisnike për të përhapur në botën shqiptaro-ballkanike njohurim mbi kulturën, historinë, rritet fetare dhe të miteve të shqiptarëve të Italisë, libri i Fatmir Toçit vlerësohet si një vadameku i shkëlqyer që gërsheton me mençuri shkencën dhe rrëfimin popullor, aftësinë e të treguarit dhe rigorozitetin metodologjik, duke arritur në këtë mënyrë plotësisht objektimin për të tërhequr vëmendjen e lexuesit, kurreshtja e të cilit jo vetëm nxitet prej tij, por gjithashtu ushqehet plotësisht. Profesor Bollum Xhufi, akademik, Fatmir Toçi sjell në këtë libër një histori gjithëpërfshirëse të arbëreshëve të Italisë, nga momenti i vendosjes masive të tyre në tokën italiane pas vdekjes së Gjergj Kastriot-Skënderbeut deri në ditët tona. Është historia e ribërjes së vështirë të jetës në vend të huaj, nga ana e një populli të detyruar të braktisë vatrat e veta. Autori identifikon faktorët që sollën rrudhjen e faktorit arbëresh, siç janë vështirësitë sociale e ekonomike që përfundojnë në asimilim etnik, si dhe efektet e globalizmit modern që sjellin shëstimin e identiteteve etnokulturore. Por ai nënvizon fort edhe faktorët e ruajtjes, kur e ndit gjuhën, kulturën, institucionet tradicionale, kujtesën historike, besimin e krishterë e të gjitha të ritit bizantin. Studimi prosopografik mbi personalitetet të shquara të botës arbëreshe, të cilat kanë ushtruar ndikim të madh edhe në proceset historike në për cilat kaloi vendi që i mirëpriti Italia fqinje, e cimentojnë bindshëm idenë e autorit se bota arbëreshe është një pjesë e patashme e botës shqiptare, gjithashtu një faktor me rol të madh në proceset e zhvillimet historike dhe aktuale të Italisë fqinje. Dhe si e tillë, ajo duhet ruajtur dhe duhet zhvilluar. Ndërsa akademik Recep Qosja është shprehur për të libër. Vepra e Fatmir Toçit, Arbëreshët midis realitetit dhe mitit, është vepër tepër e veçantë historiografike për arbëreshën, e shkruar prej studiuesit i cili është kujdesur të lexojë ato që janë shkruar, botuar dhe arkivuar për ta, duke na sjellë të dhëna të pamësuara përpara për të kaluar dhe për të sotme, për gjuhën, kulturën, qytetërimin e tyre. Autori me librin e tij jashtëzakonisht të rëndësishëm, më të madhin me përmbajtje, me të dhëna, me të reja, me mendime, me të vërteta, me vlerë për arbëreshet deri sot, i ka pasuruar dijet tona për të shkruarën, të përtashmen, për fatin e tyre, kur të lavdishëm e kur tronditës gjatë shekujve të pasmërgimit, por edhe i ka shtuar, i ka pasuruar, i ka thelluar edhe ndjenjat tona ndaj vëllezërve tanë të lashtë arbëreshëve, italo-shqiptarëve të Italisë. Unë nuk mund thosha asgjë më shumë se kaq. Fjalën do t'ja kaloj menjëherë akademikut Ali Aliu, të cilin e falenderoj për këtë prezantim do t'i bëj librin sot për ju. Përshëndetje. Unë kam kënaqësinë përsëri që të
them dy fjalë për një vepër shumë të rëndësishme përsëri të një miku tim të kamotshëm, zoti Fatmir Toçi. Arbreshët është një punim shkencor monografik në cilën autori ka investuar 10 vjet punë. Është një punë që zakonisht mund ta bëj vetëm një institucion, një institut kërkimor. Është mbledhur një lëndë gjatë këtyre 10 vjetëve, një lëndë e dorës të parë, që mandej i jam dashur autorit edhe 3-4 vite të tjere që ta sistemojë, ta marrë në përduar disa herë dhe ta sjellë si përfundim një vepër studimore e dorës së parë në shkencën tonë mbi arbreshët e Italisë. Ka aqë informata, aqë ngjarje dhe rrëfime që sjell nga jeta 5 shekullore, që kur arbreshët e Italisë janë ndarë nga trungu i vet, nga arbëria e vet, dhe janë detyruar të kërkojnë një strehë tjetër në Itali, në një shekull kur hapësira arbërore pushtohej nga një perandori e ujë, dhe në këtë migrim nga trungu arbëror janë shpërngulur një pjesë më e rëndësishme e këtij trungu. Fise, familje, ogjaqe, më me ndikim, më të rëndësishëm, kanë migruar në një tokë të re. Në këtë libër janë të gjitha këto lëvizje, krejt kjo Golgotë dramatike e një pjesë të rëndësishme të trupit arbëror. Sillet në këtë libër shkallë në të gjitha fushat, si e ruajnë dashurinë për arbërinë, si e ruajnë gjuhën, si e ruajnë trashëgiminë, si e ruajnë krenarinë për arbërinë e vetë, si e ruajnë kujtimin, dhe në përmasa globale janë raste shumë të ralla që për 500 vjetë t'i ke ruajtur të gjitha këto vlera. Në pjesën e parë të këtij libri, shumë të rëndësishëm, sillet kjo pjesë e arbreshëve. Në pjesën e dytë është krejt ajo artografia, krejt shpërndarja nëpër hapësirën italiane që nga veriu deri në jug. Janë rreth 500 vend banime ku kanë lënë gjurmë arbreshët, që ka vizituar autori. Dhe është një kërkesë, një ulumtim ekzemplar nga më të rëndësishmit në shkencën tonë për këtë pjesë të traditës dhe kulturës tonë, dhe është një libër që do të thosha çdo familje që ka një emocion, një dashuri për këtë pjesë të trupit arbëror, për arbreshët, duhet ta ketë një libër të tillë në bibliotekën e vet. Unë i uroj edhe njëherë Toenës si botues për këtë
vepër, kryevepër të botuar, autorit Fatmir Toçi, prej të cilit jo shumë para disa muajve kam lexuar një libër aq të rëndësishëm prej tij, një ditar që ai e ka shkruar gjatë vuajtjes së pandemisë, ku manifeston për mua një talent, një prirje, një dhunti të një eseisti të shkëlqyer. Ai lexohet me një frymë. Është një libër që po e nise nuk mund të mos i dalësh deri në fund. Për të dy këto libra unë e uroj Fatmir Toçin dhe shpresoj dhe uroj që ta kemi edhe me prurje me vepra të reja. Ju falenderoj. Përshëndetje të gjithëve. Dua shpreh kënaqësinë që sot jam në Fier, pikërisht për folur për Arbreshët, një histori e pazakontë edhe një krenare do të thoja për kombin shqiptar. Pas pari desha të falenderoj organizatorët për këtë mundësi që na dhanë, duke marrë pjesë në një manajër tradicional, në mënyrë veçantë Majditën, Alinda Ramën, e cila me pasionin e saj të zakonshëm ka bërë të mundur që të shpalosë vlerat më të mira të votimeve shqiptare, po me farë mënyre të krijojmë mundësi dhe autorëve të ndryshëm që të paraqiten përpara lexuesve fierar. Edhe pse janë ditë të fund vitit, edhe pse është shtatë, gjithsesi, duke flasim për libre, gjithsesi brenda vetes ndjen një rrotësi. Dhe për këtë dua t'i falenderoj. Falenderoj profesor Ali Aliun, dashamirës gjithmonë për çdo risi që le në votimet shqiptare në gjithë të hapësirën shqiptare, dhe do të theksoj që është nga të pakët studius në mosh i vetmi që është nga njohës i letërsisë shqipe në gjithë trevat shqiptare në aty kudo që jetojnë apo dhe punojnë në kryusit shqiptarë. Kjo është një vlerë e zakonshme të thoja për votimet shqiptare dhe për kulturën shqiptare në përgjithësi. Duke kthyer tek libri për Arbreshët, dhe para do të shpreh kënaqësi që tu shumica e pjesëmarrësve ishin të ri, edhe janë, të cilët ndoshta kanë nevojë më shumë se gjithë për të mësuar një histori që do t'i bëjë krenar për gjatë gjithë shekujve shqiptarët, atë të qendresës Arbreshët, të cilat u larguan nga trojet tona që pas vdekjes së Skënderbeut, edhe një pjesë edhe më përpara, pikërisht për të shpëtuar pushtimit otoman të vendit, i cili para 5 shekujve, 5 shekuj, pushtoi të gjithë rajonin ton, duke mbajtur në zgjedh, duke detyruar një popullsi të tërë, siç ishte kjo shqiptare, po edhe pjesë tjera nga Ballkani, të iknin për të ndërtuar jetën diku tjetër. Dhe një nga vendet që u shfaq më mikpritës dhe krijoi të mundësi ishte pikërisht Italia asaj kohe, që ishte kryesisht mbretëria e Napolit, por edhe Republika e Venecias, edhe republika tjera të asaj kohe, po kryesisht në mbretërinë e Napolit, në cilën Arbreshët, pra shqiptarët e kohës Skënderbeut, zbarkuan masivisht, aqsa sipas dokumentave të kohës janë gjetur, mendohet që kanë qenë mbi 300.000 shqiptarë të cilët lanë Shqipërinë dhe kaluan detin dhe u vendosin në Itali. Pa llogaritur këtu, fatkeqësitë e mëdha që mund të kenë ndodhur gjatë udhëtimit, kemi parasysh që mjetet e kohës nuk ishin si sot, që kishin udhëtime të sigurta dhe të shpejta, por edhe nga mungesa e mundësive ekonomike, por edhe nga mjetet e kohës, do ketë qenë një tragjedi shumë e madhe për cilët dokumentat akoma kanë shumë për të folur për të kohë. Unë nuk do të flas tash të tregoj gjithë librin tim, sepse atë që kam mësuar për gjatë 10 apo 12 vjetëve, jam munduar që në mënyrë sintetike ta vendos në një libër duke krijuar imazhin e një historie të plotë, që nga zanafilla e kësaj dymbje të madhe për arsyet që tham, deri në ditës sona, të një komuniteti shqiptar të Arbërisë së kohës,
që u vendosën në Itali dhe në gjitha fazat e tyre të historisë, të përpjekjeve për të vendosur, të përpjekjeve për të mbajtur gjuhën, traditat dhe zakonet, për një jetë më të mirë për fëmijët e tyre, për të mbajtur gjuhën dhe kulturën, të cilën e kanë arritur si një fenomen, një etno kulturor, i rrallë jo vetëm në Europë dhe mas besjetis, por i rrallë do të thojë në gjithë historinë botërore. Padyshim që gjatë historisë njerëzore kanë lindur, janë zhvilluar dhe janë shuar sipas periudhave të ndryshme komunitete, popullsi, gjuha dhe kultura nga më të ndryshme. Mjafton të theksojmë këtu që edhe gjuha latine dhe gjuha e vjetër greke sot nuk ekziston, është transformuar, nuk ekziston më, dhe jo më kur bëhet fjalë për gjuhën dhe zakonet e popujve më të vegjël, siç ka qenë arbëria e kohës apo në gjithë fazat e më vonshme. Kjo tregon padyshim forcën e madhe shpirtërore, forcën e karakterit, identitetit shqiptar, me cilën ne jemi krenar për ta, por nga ana tjetër nuk duhet harrojmë pra si moment dhe kushtet dhe rrethanat historike, ekonomike, sociale, që u krijuan në atë kohë, që bën këtë mundësi që ata sot deri në ditët tona ta përcjellin të gjallë gjuhën që kanë folur arbërit e mesjetës së vonë, ushtarët e Skënderbeut, bashkëpunëtorët e tij, duke ne bërë si një muze të gjallë, domethënë për ta dukenuar përpara gjithë botës së bashkë. Ju mbase keni dëgjuar këtë periudhë që para një viti apo diçka më tepër, para se të fillonte edhe kjo pandemia e tmerrshme që ka mbërthyer gjithë njerëzimin, ka pasur një lëvizje shkencore, do thoje, përpjekje të jashtëzakonshme të një fondacioni në Italinë e Jugut, në vendet arbëreshe, fondacioni Solana, në qendër në Cosenza, po edhe dy katedrat e gjuhës shqipe që janë në Cosenza dhe Palermo, për përpjekje të gjithë këtë epos, do thoja, kulturor dhe historik të arbëresve të Italisë, të kërkojmë që të futet në UNESCO si një pasuri e jashtëzakonshme e njerëzimit. Sot është ringjallur kjo përpjekje dhe gjitha shenjat në UNESCO janë që kjo do të miratohet dhe duke i dhënë një krenari të jashtëzakonshme kombëtare vendit tonë për këtë forcë të madhe identitare që ka ruajtur në mbi 5 shekuj elementet më themelor të identitetit të tij, duke filluar nga gjuha, zakonet, traditat, veshjet, mënyra jetesës, kultura përgjithësi dhe të gjitha këto. Kështu që ndoshta ky librim më vjen mirë ta them që përkon edhe kjo seri e promovimeve që po bëjmë në ndryshme, po përkon edhe me këtë përpjekje për ta mbështetur fuqimisht pikërisht këtë lëvizje që këtë epos të madh të arbëresve që e kanë quajtur moti i madh, në një fjalë shumë domethënëse për ne shqiptarët, do të jetë një pasuri jo vetëm e jona, jo vetëm arbëresve të Italisë, por e gjithë njerëzimit. Unë do isha të shit flisja gjatë, domethënë për këtë libër ka shumë element që e kanë bërë pikërisht këtë histori dhe kulturë të vitë deri në ditët tona, përpjekjet e arbëresve për të integruar dhe në shoqërinë italiane në gjitha periudhat e kohës që ka kaluar dhe historia e Italisë nuk ka qenë kaq e lehtë për të kaluar, por me probleme dhe me vështirësime, tragjedi të jashtëzakonshme, për përpjekjet e tyre të mëdha për të ruajtur gjuhën shqipe, për përpjekjen për të ruajtur rritin e besimit lindor bizantin që e kanë edhe sot e kësaj dite, për mbështetjen e madhe që arbëresvet në të kohët i kanë dhënë shqiptarëve këtu ku kanë mundur dhe në mënyrë të veçantë gjatë kohës periudhës së pavarësisë së Shqipërisë, ku kanë qenë nga faktorët shumë të rëndësishëm për të mbështetur pavarësinë e Shqipërisë, me presionet që bënin nga shteti italian i kohës, por edhe me veprime ndërmarrje të drejtë për drejta në drejt vendit tonë Shqipërisë. Kështu që unë do të jem shumë i gëzuar dhe i lumtur që dikush do ta lexojë të libër, do të mësojmë shumë më tepër për arbëresën tonë. Sot thuhet sikur janë 50 vendbanime pra komuna kryesisht, po edhe vendbanime më të vogla, që edhe me mbështetjen dhe me njohjen nga ligjet, me legjislacioni italian njihen si pakica gjyqësore, me të gjithë drejtat e tyre, por në hulumtimet e mia që kam bërë për mbi një dekadë,
Unë kam mundur të evidentoj nga gjithë literatura e kohës që e para 500 vjetëve deri sot, që kanë qenë mbi 500, eksaktësisht deri sot kemi gjetur 534 vendbanime që kanë qenë me majorancë arbëreshe ose me komunitete të qëndrueshme që për shumë kohë, me një brez, dy breza, 100 vjetë, 200 vjetë, deri para 100 vjetësh, e kanë ruajtur gjuhën, identitetin, zakonet, traditat, fenë e tyre, por për arsye të këtyre zhvillimeve të jashtëzakonshme globale që i ndodhen dhe sot, asimilimi i tyre ka ardhur si një gjë edhe e pritshme dhe e natyrshme, por duke lënë gjurmë të jashtëzakonshme në historinë dhe kulturën e gjitha vendeve kur ata kanë jetuar, kanë punuar, kanë kontribuar dhe duke qenë pjesë e tyre sot në këto historitë e këtyre vendeve. Sot po bëhet një luftë e madhe në përpjekje të mëdha për ta ruajtur gjuhën arbëreshe, për ta ruajtur identitetin arbëres, zakonet, traditat, megjithëse vështirësitë janë shumë të mëdha për shkak të emigrimeve, të shkollimit të fëmijëve në qytete duke lënë vendbanimet e tyre, një lloj asimilimi i butë po e quajmë, e cila ka vënë në rrezik pikërisht pasuri të jashtëzakonshme, jo vetëm muzeale, por të gjallë, siç është kultura dhe historia arbëreshe. Ndaj, thirrja ime nëpërmjet këtij libri edhe në këtë takim këtu është që do të jemi të gjithë të ndjeshëm, shteti shqiptar, presionin ndaj të qeverive dhe shtetit italian, të gjithë studiuesit, që ta ruajmë ta pasurinë që brezat kanë mundur ta ruajnë edhe pa mbështetje institucionale. Dhe jo më sot që i kemi të gjitha mundësitë, kemi mbi 2 shtete, po e themi në Ballkan, shqiptare, Shqipëria, Kosovë, Maqedonia e Veriut, ku shqiptarët janë komunitet shumë i madh, majorancë dhe janë shtet formues në plot kuptimin e fjalës, dhe unë besoj dhe kam bindjen që me përpjekjen e të gjithëve ne do mundet që këtë pasuri ta ruajmë, ta trashëgojmë, ta pasqyrojmë brez pas brezi. Ju faleminderit që keni ardhur dhe uroj që faleminderit. Përshëndetje, thashë një kam Ramadan Braka, e që më dhatë mundësi këtu, është falënderimi sinqert për kur më ndrojnë, dhe ajo është çka i jep në dorë, neve, ka dhe brezave që i për të libër. Ashtu që edhe botime që tjera dhe për ide që tjera në citacion që në folë. Ajo që desha të thosh, është një dëshirë. Këtë ide në bëhet pjesë kulturës kjo kulturë arbëreshe, pjesë UNESCO-s dhe emërojës në UNESCO, sikur, ishte edhe një divizje tjetër që në Shqipëri, dhe jo vetëm, të mund të jemësh vaptra, të krijojë një mundësi që kjo kulturë të ruaj edhe këtu, do të edhe jo kultivuar, por në ato formë, që do të ishte kultivur këtu, nuk e di kjo është punë studioste, por edhe punë institucioneve që nga shtetërore dhe deri ato shkencore, akademitë e tjera, që të ketë një vatë, të ketë një vla, të ketë një lekë, po e të tjera të rritët e shëndor dhe e lërzuar. Nase kjo që dhe unë është utopike dhe nuk ashtu, por do shta dhe një dëshirë që do shta nuk e disa profesori është nuk kompetent në të fush, do shta ju loda dhe kërkesa imi nuk është fort e drejtë. Vërtetë. Takimin e sotëm, për të vazhduar me takimet të tjera pas ditës së sotme. Ju falenderoj.